Përshëndetje, sot do të përgatis një ëmbëlsirë me kumbulla. Këto kam përbërësit dhe më njëherë po e fillojmë përgatitjen e brumit. Vetë në thyj, pari. Pra vetë i tundi me sheqer, derisa të bëhen shtunë. Qesim qumshtin, vazhdojmë të përzim kap. Tani edhe kosim. Qesim edhe vajin. Përzim. Tani qesim mielin. Këtu kam qitër 2 lugë sheqeri lëhur për pjekje. Dhe qesim dhe pak. Gati, tepsin e kemi lyrë me buter dhe brumin e derën në tepsi. Tani marrëm kumbullat, në qajmë në mes, heqim farat dhe me mishin për pjetë, kështu në vendosim në tepsi. Kështu mbushim tepsin, pra e mbyllojmë në kumbulla. Tani krejt në fund, qesim parafërsisht një lugë gjellë sheqer me një lugë kafe e kanelë dhe i shpërndajmë mbi kumbulla. Pra, ëmbëlsira është përgatitur, tani e fusim në furrën që e kam nxehtë paraprakisht në 180 gradë. Pjekim parafërsisht 30-35 minuta. Ëmbëlsira është pjekur, furrën e nalim dhe
Tepsin nuk e hiqim nga zjarri, e lëm për 3 deri 5 minuta, kështu që kumllat ta shojnë atë langun dhe aromen e vet. Pra siç tham, kur e nalim furrën, e lëm ëmbëlsirën e lëm për 3 deri 5 minuta. Tani veç koha është bërë. Tepsin heqim nga zjarri. Ja, pra. Duket ëmbëlsira, e lëm të ftohet dhe këtë ëmbëlsirë mund ta shërbejmë me sheqer pleur, sipas dëshirës. Ëmbëlsira veç është ftohur, qesim sheqer pleur, sipër. Në bëft mirë.